Si thot pejgamberi alayhis salam, innamal a'mal bil khawatim, veprat vlerësohen sipas fundit. Mos u habit se shumë njerëz kanë filluar në këtë rrugë. Mirë po kanë kaluar disa vite dhe janë shmangur prej saj. Thamë fillim se rruga është rrugtim jetësor, është udhtim tërjetësor, nuk është udhtim një vit e dy, një javë apo dy, apo një muaj e kështu me radhë. Rrugtimi është jetësor. Andaj, ajo që është më rëndësi është që njeriu t'i vi fundi duke qenë këtë rrugë, edhe atë në kahjen e duhur, jo në kahjen e gabuar. Dhe me këtë i urdhron Allahu subhanahu wa taala muslimanët duke ju thënë wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdisni pos duke qenë besimtar. Çka do të thonë mos vdisni pos duke qenë besimtar? Do të thonë qëndroni në rrugën e drejtë deri në momentin e vdekjes. Sepse nëse nuk je gjatë jetës në rrugën e drejtë, atëherë si do të vdesish si besimtar? Do të thonë jetojeni jetën si besimtar që t'ju vi vdekja si besimtar. Nuk tha Allahu jetoni 10 vjet, 15 vjet si besimtar, pastaj e fitoni imunitetin edhe u kry puna. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. El-yakin këta jetë është për qëllim vdekja, nuk është për qëllim një gjendje e brendshme, siç thonë prisit e tarikateve të sufive, të cilët pretendojnë se prisit e tyre e kanë arritur yakinin edhe më nuk kanë nevojë as të falen, as të agjerojnë, as të largohen prej harameve. Subhanallah, ata e pas kanë arritur kurse pejgamberi se pas ka arritur. Nëse është për qëllim kjo, atëherë edhe pejgamberi do t'i linte namazet, agjerimet edhe veprat tjera. Nëse është për qëllim yakini, pejgamberi ne e dim se deri në fund ka dhuru Allahun subhanahu wa taala, deri në momentin e vdekjes. Vdekja. Dhe këtë e komenton ajeti tjetër që thot për lënësit e namazit se kanë thonë lem në kumin el musallin. Kur i pyetën masele ke kum fi sekar, thot lem në kumin el musallin, s'kena konë prej namazlive. Pastaj vazhdon ajeti hatta e ta në lekin fund deri sa na erdh el leki, do me thonë vdekja. Nuk është për qëllim ndonjë gjendje. Ajo që na intereson këtë rast është se Allahu subhanahu wa taala na urdhron pra që t'jemi të qëndrueshëm deri në momentin e fundit.